Shumica e njerëzve janë të dorëzuar, janë të dëshpëruar nga tregu për arsye se kanë investuar në altcoinsa. Shumë pak njerëz kanë investuar në Bitcoin dhe ato njerëz momentalisht janë duke përfolur se Bitcoini do të ketë në korekcion dhe se Bitcoini nuk do të kthehet asnjëherë në all time high. Mos të harrojmë se Bitcoini ka pas një çmim all time high mbi $125,000 dhe po ato njerëz që nuk e kanë blerë Bitcoinit kur ka qenë në $20,000 në $30,000, po ato njerëz sot folin përsëri që Bitcoini do të ketë korekcion. Domethënë janë ato njerëz që nuk kanë pasur mundësi që të blejnë Bitcoin. Mos të harrojmë faktin që 95% i Bitcoinit dhe sot është majnuar. Dhe mos të harrojmë faktin që 95% popullsisë në botë, ku sot jemi mbi 8 miliard, nuk posedojnë asnjë dollar në Bitcoin. Do me thonë, ne sot jena në kohën sikur ka qenë Google në vitin 2000, ku shumica e njerëzve nuk kanë ditur çka do me thonë internet dhe Google-i ka qenë në këtë pozicion sot ku është Bitcoini. Për arsye se do të vi koha ku shumica e njerëzve do të kenë dëshirë që të blejnë Bitcoin, por Bitcoin nuk do të ketë në shitje. Bitcoin nuk do të ketë në treg. Për arsye se fondet që kanë miliardën e qarkullim, ETF-t, shtetet janë duke bërë gara mes veti kush të blejë më shumë Bitcoin. Ndërsa ju jeni duke biseduar që Bitcoini është scam, është mashtrim dhe se nga Bitcoini do të largoheni. Miliarderët, njerëz që e din vizionin që investojnë në Bitcoin afat gjatë, nuk janë këtu për disa ditë, disa javë që të pasurohen brenda natës, që të blejnë një altcoin, të investojnë $500 dhe të presin që të bëhen milionera me $500. Kjo është gabimi juaj që hyni me këtë mentalitet, me këtë mindset në kripto, duke menduar se në kripto mund të bëheni milionera mrena disa orëve ose disa ditëve. Dhe shumicën e investitorëve që hinë me këtë mindset, me këtë mendim, përfundojnë me humbje, dolin nga tregu të dëshpëruar dhe e shpallin Bitcoinin scam, se nuk ka asnjë fitim nga Bitcoini, se Bitcoini nuk është për ne, se në Bitcoin do të kesh para për të investuar. Po, do të kesh para që të investosh në Bitcoin, por e mirë është që nuk duhet të blesh një Bitcoin, mund të blesh 0.005 Bitcoina ose $500. Mund të praktikosh teknikën dollar cost average DCA në Bitcoin afat gjatë do me thonë 5 vjet, 10 vjet. Jo ti të blesh disa muaj Bitcoin dhe për disa muaj Bitcoinin ndoshta nuk ka lëvizje dhe të thuash që DCA nuk funksionon. DCA afat gjatë me vite çdo herë ka funksionuar dhe asnjë person sipas statistikave që janë të sotshme nuk ka dalur në humbje me dollar cost average DCA në Bitcoin. Dhe ju vendosni Bitcoini është scam ose Bitcoini është e ardhmja. Për mua Bitcoini është e ardhmja dhe unë shpresoj fort dhe mendoj që Bitcoini një ditë do të vlejë mbi $1 milion. Nuk mund të them datë të caktuar se unë nuk e di këtë datë të caktuar, nuk e din asnjë. Kjo është mendimi jem që Bitcoini një ditë do të ketë një vlerë mbi $1 milion.